një kokër ëmbëlsire qenit ose macës, ata gëzohen. E kjo ka qenë figurativisht edhe ajo pak përqindje e dhuruar nga populli i Kosovës ndaj opozitës në zgjedhjet e shkurt të vitit 2025, duke shpresuar se do të reflektojnë. Po shkurt 2025 deri në nëntor 2025, populli i Kosovës e pa që këtyne ju japsh, ka t'ju japsh, krejt mendësinë e kanë me u kthy në pushtet për me vazhdu me bë plaçkën, me plaçkit shtetin, me parandalu konsolidimin e shtetit, edhe me vazhdu me mbështet vazhdimin e instalimit të kthetrave të Serbisë në Kosovë. Prandaj, jo rastësisht populli i Kosovës më 28 dhjetor 2025 ju thanë këtyne, jo, ne nuk ju besojmë juve ma. Edhe shkoi prap besueshmëria ndaj Zotit Kurti mbi 51% në zgjedhjet e dhjetorit të vitit kaluar. Dhe këto bandat plaçkitse, sikur të mos mjaftoheshin, sikur nuk e kuptojnë gjuhën shqipe, u manovruan e përpiluan e bën çmos për me i përdor të gjitha mekanizmat demokratik të institucioneve të Republikës Kosovës për ta quar vendin prap në zgjedhje. Pra, këta i ranë shkelum qytetarëve, 51% të qytetarëve të cilët e kishin treguar vullnetin e tyre politik me 28 dhjetor, dhe ju thanë ne po e hedhim këtë në kosht të plerave sepse ju nuk na votuat neve. Këta po duan të bëjnë një lloj sistemi qeverisë të stilit të Moskës, stilit Putinit, stilit të Ahmadinejadëve të Teheranit, dhe të stilit të Vučićëve të Beogradit. Edhe mirë po, unë besoj që populli i Kosovës prap do t'ju atregoj këtyre vendin se ku e kanë. Edhe më 7 qershor. Po ka një dallim kësaj radhe me 28 dhjetorin. Vjosa Osmani ka kaluar dhe është bashkuar, është rikthyer në fakt me LDK-n. Sa mendon gjatë këtyre ditëve, sa mendon se kjo lëvizje do të prodhoj një rezultat i cili mund të përkthehet nesër në një mundësi për një krizë tjetër në Kosovë? Partitë politike opozitare janë partitë e krizave. Këta, domethënë, duan të shkaktojnë krizë në Kosovë sa herët që ka një entitet të organizuar politik e jo politik për ta sfiduar instalimin e Serbisë në Kosovë, për ta sfiduar krimin organizuar dhe korrupsionin dhe për ta sfiduar mafian vrastare të tyre, pjesë të cilit ata janë. Prandaj unë nuk do të habitem as pak nëse këta do të vazhdojnë të njëjtën rrugë, sepse këta nëse nuk do të vazhdonin të njëjtën rrugë, do të ishte vërtet me u habit. Domethënë, këta nuk janë më ata të cilët na kanë treguar se janë. Por kalimi i zonjës Osmani në LDK ka shkaktuar edhe dëbim të një numri të madh të elektoratit të LDK-s. Nga LDK-ja në drejtim të partisë në pushtetëve të vendosje. Sepse përkundër sharjeve të vazhdueshmeve, dezinformatave, gënjeshtrave të një pas njëshme në pikë të ditës. Madje merreni me mend. Veç shikojeni këtë detaj. Jo që i gjithë spektri i politikanëve të partive të përbashkëta opozitare kanë histori verifikueshëm të konfirmuar të përfshirë në rrjetet krimit të organizuar. Gjatë mandateve tyre janë vrarë politikanë, komandant luftëse e gazetar. Kanë plaçkit deri në palc, kanë nënshkruar krejt të gjithë në mënyrë të përbashkët, kanë nënshkruar marrëveshje ndryshme që i kanë favorizuar Serbinë në Kosovë. Po kemi edhe të tillë sikur politikani Fatmir Limaj, të cilët i janë gjendur parat fizike të plaçkitura, të vjedhura nga populli i Kosovës në bojlerin e shtëpisë së tij. Dhe ky njeri
del edhe akuzon rrejshëm qeverinë e Republikës Kosovës se gjoja nuk po i menaxhoj ka mirë parat publike. A kupton? Kjo është për te i qesharakës. Kjo është turpi i turpit. Si mund ta përfaqësosh ti një kauz, këta s'kan as kauz politike, e vetmja kauz dhe vullnet e tyre politik është hajnia, plaçka, vjedhja, vrasja, se këta na kanë tregu çka kanë bërë për këtë periudhë se kanë qenë pushtet. Dhe këta kur kanë rënë në opozit, as nuk janë distancuar nga e kaluara e tyre kriminale, këta përkundrazi janë përpjek me vazhduar atë kriminalitet. Këta vazhdojnë të kërcënojnë gazetarët edhe politikanët e tjerë të cilët janë duke i kundërshtuar rrjetin e tyre kriminal. Këta vazhdojnë madje ta kërcënojnë edhe shtetin. Merreni me mend kur policia e Kosovës lëviz ande këndej territorit të vet që ka legjitimitet të plot me shku ku doj, këta e paralelizojnë si policia e Miloševićit. Merreni me mend. Do më thonë, këta njerëz nuk kualifikohen për pushtet. Nuk kualifikohen për të menaxhuar diçka të përbashkët. Sepse këta janë plaçkitës hajna ordiner të cilët janë sikur ai fëmiu 2 vjeçar që kur t'ja blen një lodër edhe don vllau ose shoku tjetër me lujt me të, i bie grush tjetër thotë jo, thotë kjo është vetëm e imja. Domthon, kështu këta e kanë trajtuar Kosovën për 20 vjet se kanë qenë në pushtet dhe kështu po duan të vazhdojnë të trajtojnë edhe tash kur po kërkojnë pushtet. Vudi. Mirë po, shumica qytetare e Republikës Kosovës nuk do t'ua jap besimin këtyre, sepse këta nuk janë njerëz të besueshëm. Këta janë gënjeshtar, këta janë kriminal të cilët duhet mu përballë me drejtsinë. Vudi, e përsaktuat, le të themi, opozitën si burimi i vërtet i krizave. Ndërkohë, në 28 dhjetor, u duk sikur Kurti mori një mbështetje maksimale, çka do ta kishte të lehtë për ta zgjidhur edhe krizën që do të prodhojë nga presidenti, dhe në rastin konkret emri Vjosa Osmanit u lexua apo u interpretua si emër i cili mund të ishte një emër që mund të krijonte dakordsinë për të kaluar edhe krizë dhe për të shmangur zgjedhje parakoshme. Pra, çfarë përgjegjësish ka Albin Kurti në këtë rast? Pra thash, qytetarët e Kosovës në dhjetor, nga gjithë komentatorët që unë kam komunikuar, ja dhanë mandatin e plot Albin Kurtit për ta tejkaluar edhe këtë gjë. Pra, pse duhet ta mbajnë përgjegjësinë opozita, ndërkohë që Kurti në rastin konkret, që është edhe, le të themi, mazhoranca, drejtuesi mazhorancës kryesore absolute në Kosovë, nuk duhet të mbajë përgjegjësi. Dgjoni, opozita në rend të parë e ka etiketuar zonjën Vjosa Osmani si shërbëtore direkte të zotit Kurti. Njëkohësisht, prapa skenave, sipas gjetjeve tona hulumtuese, opozita ka orkestruar puç apo rezultat veprim manovrues politik për ta përmbytur rezultatin e zgjedhjeve të dhjetorit. Duke qenë se këta e kishin orkestruar manovrimin politik për ta përmbytur rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, që është veprim kundër interesit kombëtar, kundër Republikës Kosovës, kundër të drejtës legjitime të qytetarëve përmes zgjedhjes se kush do ta qeverisë vendin, me të drejtë partia në pushtet dhe zoti Kurti ka vendosur që kjo është një politikane e cila nuk mund t'i besohet më, me të cilën ti nuk mund të bësh realitet kauzat politike. Prandaj, ata e kanë ndryshuar mendjen për ta pasur atë si kandidate të preferuar, por nuk kanë refuzuar të japin votat për zonjën Osmani në rast se ajo propozohet nga partitë opozitare. Nëse partitë opozitare arrin me gjetë frym bashkëpunuese me njëra tjetrën, me i bënë nënshkrimet e mjaftueshme edhe votat e mjaftueshme, që pastaj me ofru si propozim partisë në pushtet që ky është kandidati ynë i preferuar
për president, edhe Partia e Zotit Kurti e ka pas kandidatin e tyre të preferuar që ka qenë Glau Konjuca dhe pastaj sollën dhe kandidat të tjerë me kalimin e kohës. Dhe ata kanë thënë që ne do ta votojmë me prioritet kandidatin tonë të preferuar, por nëse nuk ka vota të mjaftueshme për kandidatin tonë të preferuar, atëherë do ta votojmë edhe kandidatin një kandidat i kualifikuar i opozitës, të cilin opozita e sjell. Tash, këto janë fjalët e vetëvendosjes. Po a kanë pesh besueshmërie? Përgjigjja është po, sepse vetëvendosja është një parti politike që ka kredibilitet në mbajtjen e qëndrimeve të tyre të deklaruara publike. Por a ka besueshmëri dhe pesh kredibiliteti fjala e opozitës? Jo, sepse këta për 20 vjet përveç që ka gënjur rresht, këta kanë vazhduar duke mos e ndalur hovin e gënjeshtrave edhe gjatë 6 vjeçarit se kanë qenë në opozit, por edhe gjatë kohës sa ishin në këto situata krize të cilat ata vetë i shkaktuan. Ata gënjyen se dështoi zgjedhja e presidentit për shkak të Zotit Kurti. Mi po e vërteta është që ata nuk morën pjesë në seancën parlamentare që ishte nisur me 5 mars për të mbajtur seanca për ta propozuar kandidatin e presidentit. Pra kur ti nuk merr pjesë në seancë parlamentare hiç, atëherë seanca nuk mund të realizohet, sepse kështu është sistemi demokratik i Kurdisë në Kosovë. Pra, për ta mundësuar funksionalizimin e demokracisë, këta do duhet merrnin pjesë në atë seancë parazgjedhore, në atë seancë parlamentare. Dhe ata nuk morën pjesë. Dhe para se të shtërroheshin veprimet e plota demokratike, kushtetuese të Republikës Kosovës, që të mbashin edhe 2 seanca parlamentare të paktën, për mu përpjek me zgjedh kandidatin për president, mu të nesërmen, zonja presidente e shpërbeu parlamentin me dekret presidencial, gjë që edhe gjykata kushtetuese ja kundërshtoi efektshmërinë juridike të një veprimi të tillë. Pra, këta njerëz kanë bërë akt vrastar ndaj vullnetit të 51% të qytetarëve të Kosovës të cilët kanë votuar me 28 dhjetor. Kanë bërë vrasje në demokracisë, duke i përdorur mekanizmat demokratik. Vudi, retorika qoftë edhe Albin Kurtit ku flet për patriot edhe për zullumqar, duket sikur shmang një lloj bilanci në kuptimin e një analize në raport me mënyrën se si ai ka qeverisur dhe këtë e thon partitë opozitare në Kosovë. Pyetja ime është, cili është përveç thash kësaj retorike, a ka një bilanc qeverisës qeveria Albin Kurtit? Çfarë ka arritur deri tani ndryshe nga në kuptimin e përmbushjes së detyrimeve të saj si qeveri e Kosovës? Dëgjoj, kritikat e përqendruara të opozitës ndaj qeverisë Kurti janë kritika të cilat janë të përqendruara në rezultatet e dëmshme ndaj Republikës Kosovës dhe interesit të publikut, të cilat janë aty si rezultat i prekshëm dhe i verifikueshëm i punëve të vetë opozitarëve të cilët kanë qenë në pushtet 20 vjeçar. Këta nuk kanë kritika përmbajtësore, dokumentuese, analitike të ekspertizës përkatëse në raport me veprimet e qeverisë Kurti dhe të cilat nëse analizohen dhe hulumtohen, mbase mund të ketë vend për kritika. Prandaj edhe ne si gazetar, por dhe publikun përgjithësi, nuk e dim në të vërtet çfarë ka të keqe që mund të ketë bërë qeveria Kurti. Ajo çka ne e dim është që kritikat që me të cilat po sulmohet qeveria Kurti nga ana e opozitës janë zullume të cilat i kanë bërë vetë partitë opozitare gjatë kohës se kanë qenë në pushtet.
dhe qytetari i Kosovës që i ka përcjell zhvillimet politike në Kosovë, në 26 vjeçarin e fundit pas luftës, ai është i vetëdijshëm. E din kush ka qenë në pushtet në këtë periudhë dhe në atë periudhë. Shihet tash, mundohen me akuzu zotin Kurti dhe lidhjet të tij gjoja të përbashkëta politike me listën serbe. Po na bre kejt e dim që lista serbe është rezultati i marrëveshjes Hashim Thaqit me Ivica Dačićin vitin 2013? Po na bre krejt e dim që listës serbe ja ka qel Milan Radojčićit, ja ka qel zyrën për herë të parë edhe kur ka qenë ndjekur nga autoritetet. Ja ka qel zyrën Ramosh Haradinaj. Po na bre krejt e dim që mas takimit Milan Radojčićit me Ramosh Haradinaj, Haradinaj e ka mbyll instituti për dokumentimin e gjenocidit serb në Kosovë, bashkë me Hashim Thaqin. Po na e dim bre krejt shqiptarët e Kosovës që instalimi i kthetrave të Serbisë në Kosovë dhe marrëveshjet që janë nënshkruar të dëmshme ndaj Kosovës e të favorshme ndaj Serbisë janë rezultati i nënshkrimit të marrëveshjeve të partive opozitare që kanë qenë në pushtet për 20 vjet. Dhe këta, të cilët verifikueshëm kanë punu për interesat Serbisë, madje edhe duke e plaçë Kosovën, madje edhe duke avro intelektualet e komandantët e luftës edhe gazetarët, këta përpiqen me na bind neve se Albin Kurti qenë ka njeriu i Serbisë ose spion i Serbisë. Dhe kur këta janë vetë autorët të krejt kësaj retorike banditeske, të ndyt, të doktrinës së maskirovkës së Rusisë, këta pastaj sillin edhe pështillin edhe manovrojnë dhe përpiqen me na gënjy në pikë të ditës se Albin Kurti disi qenë ka fajtori pse qytetarët në përgjigje frustruese ndaj akuzave tyne kriminale ndaj zotit Kurti, qytetarit quajnë këta njerëz të cilët kanë punuar me Serbinë. A e kupton? A e kupton domethënë çfarë me çfarë njerëz kemi të bëjmë? Me njerëz të cilët e tërheqin këmbëzën e pushkës për të vrarë, të vrasin dhe pastaj të thonë po pse më dole para plumbit. Kjo është, domethënë, kategoria e pështirë, e pisët, e problematike në çdo normalitet racional për ta kuptuar se çfarë njerëz janë këta. Pos titulli është i plotnisht i merituar që këta thjesht janë bandit, mafioz, kriminal që duhet mu përballë me pasojat e drejtësisë. Me drejtësinë, me pasojat e veprimeve tyre të gabuara ndaj interesave publike dhe interesave të Republikës Kosovës. Merreni me mend. Na e sjellin dikë si Fatmir Limaj me na shit moral për kundër korrupsionit, aktina ju kanë gjetë miliona në bojler të shtëpisë tina ato i vjedh pej publikut. Del Ramosh Haradinaj e akuzon Albin Kurtin për spionazh për Serbinë. Ramosh Haradinaj është shpirt për shpirt, shok me Richard Grenelle, njeriu që në çdo hulumtim ndërkombëtar gazetaresk, përfshirë redaksia ime, e ka dokumentuar që është mercenar e interesave gjeopolitike dhe strategjike të Rusisë në Evropën lindore e përkitazi edhe në Ballkanin Perëndimor. Ai njeri madje është stolisur me urdhrin e flamurit të Serbisë